Avokat, ka pasur diskutime dhe le të themi ose më saktë informacione se po themi informacioni se ku mund të jetë Bleona Mata. Kemi ndonjë të re nga kjo çështje pasi shpesh është diskutuar, është komentuar nëpër media. Pra ka informacion real se çfarë po ndodh me këtë temë, me këtë çështje? Nga komunikimi që unë kam pasur me zonjën Bukurie Mata, që është nëna e fëmijës tashmë është e rritur Bleona Mata, kemi informacion të saktë sepse ajo ka kontaktuar me një zyre e cila merret me investigimin e personave që humbasin, pra kemi në një vend të Bashkimit Evropian, nuk ma tregoi vendin se ku ndodhet ky vend, pra nëse është në Gjermani, në Itali, në Francë, por është në një vend i cili është i zhvilluar i Bashkimit Evropian dhe ajo ka informacion, pra zyra i ka bërë informacion që është gjetur një person që ka ngjashmëri me ato tipare, me të dhënat që ka zonja Bukurie Mata, që i ka vënë në dispozicion për Bleonën, si për sa i përket imazhit të saj, por edhe shenjat që ka në trup Bleona Mata. Por ata janë duke studiuar me imtësi, sepse kjo zyrë është e pajisur edhe me punonjës të cilët janë në fushën psikologjike, por edhe punonjës social, të cilët kërkojnë një, le të themi, ekspertizë për mënyrën se si do t'ia tregojnë Bleonës faktin që prindrit të cilët ajo i ka tashmë apo i ka të njohur, prindrit nuk janë ata, por është mamaja e vërtet apo nëna e vërtet është zonja Bukurie Mata. Pra, ky është gjithë, le të themi, ai ngërç për të cilën ende nuk kanë vepruar, por informacionet janë që ajo është shëndosh e mirë, jeton, le të themi, në një vend të Bashkimit Evropian, vazhdon studimet e larta në një universitet të këtij vendi, jeton në konvikt, pra jeton duke qenë se ky është një universitet shumë i mirë, ka edhe kampus, pra jeton në kampus, ka një jetë normale si çdo student dhe informacioni tjetër është që është me rezultate të shkëlqyera. Pra Bleona është një studente e shkëlqyer, vazhdon një jetë normale, vetëm le të themi ngërçi për të cilën ende nuk kanë vepruar apo nuk është bërë ai prezantimi final është në mënyrën se si do t'ia parashtrojnë Bleonës faktin që zonja Bukurie Mata është nëna e saj biologjike, në mënyrë që ajo mos ketë pasoja në të ardhmen, pasoja psikologjike, edhe pse pasojat ne dim që janë se nuk është rritur me nënën biologjike, por fati i saj është që është rritur me dy prindër të cilët janë kujdesur maksimalisht për të. Avokat, kemi informacion se e para si është bërë identifikimi i Bleonës dhe sa të sigurt janë, po themi, hetuesit kompanie private e investigimi që ajo është Bleona Mata dhe si ka përfunduar Bleona Mata atje. Kemi ndonjë informacion? Atëre, informacioni që unë kam, pra informacioni është nëpërmjet zonjës Bukurie Mata dhe kontaktimi i kësaj kompanie apo kësaj zyre ka ardhur si rezultat i të ardhrave që zonja Bukurie Mata ka marrë, pra duke hapur një llogari për të kontribuar gjithë qytetarët lidhur me gjendjen e Bleona Matës dhe gjithë buxheti, për të thënë edhe një pjesë tjetër, një diferencë e vogël është vendosur nga vetë zonja Bukurie, është kontaktuar. Pra, siguria është maksimale, është 100%, kjo është një zyrë e besueshme, e licencuar për këtë punë, për cilën ka një garanci shumë të madhe dhe mund të them garanci 100%, që zyra është një zyrë shumë e mirë. Dhe për metodën dhe mënyrën, unë nuk mundet ta them sepse nuk kam diskutuar me zonjën Bukurie, edhe unë vetë nuk e kam pyetur, të jemi sinqert, sepse ajo më shprehur që unë nuk dua të jap shumë informacion, sepse sa herë që unë jap informacion, mua asnjëherë nuk më është realizuar pra gjendja e Bleonës, kështu që
në këtë moment jam supersticioze më shprehur sepse kam pasur zhgënjime në të kaluarën dhe kaq më shtëm që pranë vjet përgjithshme që presim vetëm momentin se si do të realizohet ky takim midis zonjës Bukurie Mata dhe fëmijës së saj Bleonës. Lidhur pastaj me informacione më të detajuar se si kanë vepruar për ta gjetur çfarë metodash kanë përdorur, këto janë gjëra për cilat besoj në të ardhmen do të na vijnë në dispozicion. Vetëm diçka tjetër që është tërë nga zonja Bukurie është fakti që zonja Bukurie nuk do ta lëri këtë çështje me kaq, pra në momentin që do gjendet Bleona, ajo do të merret me gjithë ata persona të cilët kanë sabotuar gjetjen e Bleonës, të cilët nuk kanë kryer detyrën për gjetjen e saj, nuk kanë bërë hetime siç duhen tek policia, pra të gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë me vullnet apo pa vullnet, sepse shumë prej tyre mund të kenë qenë bashkëpunëtorë në mënyrën se si është dukur dhe se si është rëmbyer Bleona Mata, dhe ajo tha që unë do të merrem personalisht me secilin prej tyre, do t'i bëj dhe publik, por natyrisht do të kërkoj nga institucionet dhe konkretisht nga prokuroria e posaçme që të merret me hetimin e tyre dhe me vendosjen përpara drejtësisë, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me faktin që një fëmijë ka humbur, por edhe për mënyrën se si këto institucione janë marrë më vonë me seriozitetin dhe me gatishmërinë e institucioneve për të gjetur Bleonën, gjë që shumë veprime ato nuk i kanë kryer fare, për më tepër që duhet t'i kishin kryer, por edhe nga ana njerëzore nuk e kanë trajtuar këtë rast me dinjitetin për cilën kërkoi gjithë kjo ngjarje për të zbuluar. Avokat, cili është hapi i radhës i kompanisë së investigimit, pra si do jetë procedura më pas, do ju flitet prindërve që e kanë rritur Bleonën, do kontaktohet me, po themi, me Bleonën vetë, si është procedura? Nuk mund ta them dot me siguri, sepse nuk e kam informacion dhe ajo që është më e rëndësishme, nuk e kam të njohuri për mënyrën se si veprojnë këto zyra të cilat merren me investigimin apo me gjetjen e personave që kanë humbur, por një logjik e thjeshtë më thotë që fillimisht do kontaktojnë me Bleonën, pra në mënyrë që t'ia trajtojnë asaj çështjen, të çojnë gjithë materialin bindës, sepse duhet kuptojmë që Bleona tashmë ka një moshë të madhe, kemi nga maj vitit 2010 dhe jemi në korrik të vitit 2026, që jeton 16 vite, pra 16 vite e disa muaj, pra e 3 muaj që kanë kaluar dhe nuk është një kohë e shkurtër, pra duhet informacioni që do t'i paraqitet do të jetë bindës, në mënyrë që ajo së pari të bindet që Bukurie Mata është nëna e saj, dhe patjetër që do t'i tregohet edhe prindërve. Pastaj është mënyra se si ajo do sillet me nënën e saj biologjike, do kohën e vet që ta ambientohet, gjatë asaj kohe ajo ka krijuar një kulturë tjetër, është zhvilluar nga ana intelektuale, pra ajo është një gocë e cila është e shkëlqyer në mësime dhe besoj që këtë rast do ta kaloj, por duhet kuptojmë që kushdo qoftë, kjo është një rast i cili do të ketë një shënjim në gjithë karakterin apo personalitetin e vet, por shumica e këtyre rasteve për cilat ne kemi pas mundësi që edhe të njohim, pra ata krijojnë një marrëdhënie dhe themi një dashuri të njëjtë për të dy prindrit, edhe për ata të cilët janë kujdesur dhe i kanë rritur, por edhe për nënën biologjike, për cilën në rastin konkret zonja Bukurie Mata duhet vlerësuar, sepse ajo nuk e ka braktisur asnjëherë, ajo nuk ka rreshtur së kërkuari për gocën e vet, pra është një rast unikal i cili duhet falenderuar, por natyrisht edhe duhet bërë një objekt studimi se si një nën për 16 vite nuk ka pushuar asnjëherë deri në realizimin apo në gjetjen e fëmijës së vet. Pra është diçka e mrekullueshme, por besoj kështu janë të gjitha nënat. Ajo ka gjetur forcën edhe dali publikisht edhe përballet, pra ka krijuar le të themi një ndjeshmëri
për gjithë qytetarët, por edhe për median, e cila ka ndihmuar shumë në këtë aspekt. Sa gjasa ka që të zbulohet se çfarë ka ndodhur realisht me Bleonën, si e morën dhe si u dërgua deri në këtë vend ku themi që është gjetur? Patjetër që sa i përket hetimit, pra prokuroria do ta hetojë këtë rast, por natyrisht që ne do të kemi mundësi për mënyrën dhe se si është gjetur, për mënyrën se si e kanë birësuar familja e cila po e mban Bleonën, ata kanë do të na japin një informacion shumë të vlefshëm, nëse këtë proces e kanë kryer nëpërmjet ndonjë shoqate, nëse kanë kryer nëpërmjet institucioneve, pra duhet parë në cilin vend e kanë kryer. Zonja Bukurie Mata është e bindur që Bleona vendi i fundit përpara se të shkonte në këtë kolegj prestigjioz ka qenë Greqia, pra duhet që nga prindrit të cilët e kanë në kujdesari dhe e kanë me dokumenta, duhet të përfitojnë, pra organet do përfitojnë një informacion shumë të saktë, pra shumë të qartë. Nëse ata gjithmonë do të jenë bashkëpunues, por nëse nuk do të jenë bashkëpunues, ka metoda të tjera që do të thotë sanksione për të cilat ata do të përballen, pra nëse nuk na tregojnë të vërtetën. Kështu që un kam shumë besim më pas tek prokuroria e posaçme e cila duhet që ta hetojë këtë çështje në mënyrë që të kuptohet mekanizmi se si ka funksionuar dhe se si është birësuar Bleona.